Assalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, ju përshëndesim edhe një herë në këtë transmetim të drejt për drejt në radion Dituria Islame. Jemi së bashku me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha. Dhe kemi ardhur në pjesën e tretë të programit. Pjesa e tretë e këtij emisioni është harta e daljes prej krizës me të cilën po ballafaqohemi. Kështu është titulluar kjo pjesë e tretë e programit dhe ne me një herë do të kalojmë fjalën tek doktori për të nisur ligjërimin e kësaj pjese të tretë. Allahu trojës moderator. Selamun aleikum dhe ju përshëndes edhe një herë të dëgjues dhe shikues të nderuar kudo që të jeni. Dhe mirë se vini në këto çaste të bereqetshme, në këtë minutë të bereqetshëm, në këto minuta le të lutemi Allahu xhaleshanu më na ndihmo dhe më na pranon lutjen nga ju dhe nga ne. Lutjen e Allahu xhaleshanu kudo që të jeni. Lutjen në mesnat, para sabahit, kohën e syhyrit. Më na nxjerr nga kjo krizë dhe më kthy te Allahu xhaleshanu. Pjesa e tretë, vëllezër të ndershëm, shikues të nderuar, ka të bëjë tani me barnat, me zgjedhjet. Po, harta ka me dal, pasi që u vërtetuam që Allahu çdo gjë është ky univers në dorë të tij. Nëse vi diçka, edhe një herë atij drejtohemi. Tani, po, çka të bëjmë na? Çka duhet dhe si të dalim? Ajetin që e keni para veti, Allahu xhaleshana në surën Al-An'am, ajetin 42 dhe 43 thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad arsalna ila umamin min qablik, fa akhadhnahum bil ba'sa'i wad-dharra' لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Që në përkthim parafërsisht. Na me të vërtet ju kemi dërguar pejgamber, si na këndoi edhe ilahia, bukur në kënaqësi Allahu i shpërblet dhe ata që kanë gënuar, po dhe ju moderator, na ju kemi dërguar pejgamber shumë popujve para teje. Udhëzues, kryetar, udhëzues, pejgamber, mësues, dietar. Dhe i kemi dënuar ata dhe njëherë popujt me skamje, apret po konfirmohet realiteti sprova, skamje dhe fatkeqësira. Shihni tash, bil ba'sa. Ba'sa, skamje, i vjen kështu bashkë. Përkthimi, krizë ekonomike, po dharra dhe fatkeqësira çeder, të lash. Po, mirërisht, këta popujt, këta njerëz që kanë ekzistuar edhe sot asaj dite, sa herë që ju godet ndonjë problem, nuk zgjon pi gjumit. Përsërin do thosin pit, rinë do thotë në koma, që do thotë të zgjosh se kuptojnë këtë realitet që këto mesazhe janë diçka nga Allahu, krijuesi i krijesës. Fa akhadhnahum, i kemi dërgu të lashe, do thëtë atyre, kanë pas skamje dhe fatkeqësira. Fatkeqësira. Fatkeqësira këtu futën çdo lloj fatkeqësie tash. Çka dush thuj? E kap ky ajeti i Kuranit, i kap gjitha të termet, gjitha kuptimet, edhe në gjuhën arabe, po i vjen bos, bes. Do thonë fil ba'sa origjinali, po fatkeqësira, turbullira, të lashe, trazira, po kriza. Na i kemi qu këto me qëllim që ata më kthyt e Zotit. E tash, ajeti po vazhdon. Bre po thot, tash unë koment dhe interpretim nga ana jonë. Shifnin këtë vijen e kuqe, ajetin që kemi nënvizuar me gjurë të kuqe, për të përullur, la'allahum yatadarra'un. Do me thonë, kërkohet nga njeriu, sa herë që i ka plën të lashet dhe krizat, ai duhet më përull, më ull. Duhet më dorëzu, dhe duhet më kthy mbi antenën e tij me Allahun xhaleshanu me qendrën kryesore. Të thot ajeti gjuhën arabe tash, nëse bëni çu thonë gjuhën taqdirul kelam, do të thonë, pa rrotullojmë edhe një herë tash në rrotullim ajetin në analizë, çto thot? Po فلولا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا.
po t'ishin kthyer ata te na, po t'ishin përullur, po t'ishin bo ma të mirë, po ta kishin alë zullumin, kur ju erdhën aty në qederët, ishin bo ma mirë, ishin dal nga kjo krizë. Për mirërisht, po vazhdon ajeti, shejtani, egoja atyre, u ka shiju atyre këtë rrugë të keqe, u ka shishmu këtë rrugë të keqe, dhe u ka zbukuruar atyre dhe thot, këtë punë të keqe dhe kanë mbetur kokëforta, po dhe ju kanë forcu zemrat e tyre, kanë kalu si asgjë mos mendon. Sa që ishte i qartë. Sa herë që vinë të lashet, qederët, trazirat, problemet, duhet më ndalë mekaniku, duhet më ndalë besimtari, pse dhe thot po vinë këta, duhet më ndalë dhe thot, çdo i menç më ndalë, pse këta dhe thot çrregullimet po vinë. Për me kuptu këto çrregullimet tani, sa për i kujtim, shumë shkurt, jemi mundu në aspektin mekanik, apo me këto figura me tregu se si funksionon dhe ndalja krizave. Tashi, na po mundohemi me dhamë një alternativë kuranore, fetare, hynore, që ka thonë që në fillim, popullit, intelektualve dhe shoqërisë. Dhe të njerëzis, ata që kanë mend, që të logjikojnë. Këto janë sistemet e fesë islame që i kemi komentuar më herët, këto janë 7 sisteme kuranore, normal tu ka subsisteme tjera, sistemet vogla, po kryesora fillon me sistemin bazë besimit, po besimin në një Zot, në Allah, besim të pastër, jo devijon, pastaj vjen sistemi moral, familjar, social, ekonomik, politik, edhe sistemi i shpëtimit shtetit nga vakufeve, emergjenca i vakufeve, sistemi i vakufeve. Rregull. Këtu tani kemi një mesazh special për të lider tanë, për liderët e botës, për kryetar tanë, për kryeministër tanë, o zotëri kryeministër, o zotëri presidenti, kini kujdes popullin, ndaluni pak dhe mendoni këto alternative që na po i ofrojmë. Po thuani se çka janë këta llafe, çka janë këta boshe, çka janë këta prallat, çka po don ti më na thonë, ndaluni pak se është punë jete. Është punë sekonda e minutin me pështu vetën, edhe me pështu dikon tjetër, e me pështu një popull. Prandaj ki kujdes dhe me thë mos refuzoni ofertë, para se me kuptu mirë, çka po don me thaja oferta. Prandaj, këto sisteme që i përmendëm në tani, edhe që do të shohim më vonë, duhet me pas një integrim analistat, një integrim me zveti. Pastaj, integrimi i këtyre sistemeve me sisteme, subsisteme tjera të vogla, që ka rjedhin nga ato sisteme. Pastaj, koordinim duhet me pas ajo palca, qeveria apo mekanizmat e shtetit dhe shoqërisë që në mënyrë me dalë shtetin nga kriza. Ja pra tani, shifni sistemet alternative për shpëtim. Ajo besimi në Zot, po thëmë në Zot, tash këtu mundet me pas dilema, apo dikush me çfarë Zoti, çfarë fe, çka me bë me jahudi, çka me bë me krishterë, me katolik. Ata kanë ndërjime, aty ka shumë të flitet, po na e kemi qëllimin të ashtu monoteizmin, besimin në Zot, ashtu Kurani, këta e në alternativa kuranore. Emri e misionit është jeta me Kur'an. Prandaj kemi dojnë me këtë të thot alternativat të Allah Gjeleshanu të pastër që nuk ka vend për dyshim, nuk ka vend për kritik. Shifni sistemin në humanist sa çfarë force ka. Ky sistem në humanist, sikurse ato sisteme tjera tash, si më thon shqip, llagerat, falni me përdor, i jep forcë për me qarkullu sistemin moral. Ky sistemi moral qarkullon sistemi pastaj apo aktivizohet sistemi familjar. Ky sistemi familjar aktivizohet sistemi social. Shifni sa bukur. Ky sistemi social aktivizohet sistemi politik, ky sistemi politik aktivizohet sistemi ekonomik, e si sistem rezervë për fundi vjen atë të sistemi vakufeve si ajo anija e cila e mban paraspesh. Kështu funksionon alternativat dhe këshillat koranore për me nxjerr popullin nga kriza. Prandaj, nuk po thrasim vetëm diçka me punu, me aktivizu vetëm në një pjesë të këtij sistemi, të këtij motori të shtetit, të këtij mekanizmi që funksionon shteti, po duhet të gjithë mekanizmat, edhe sistemet kryesore, edhe subsistemet tjera që ka rrjedhin nga këto, që janë domethënë kanë role më të vogla,
duhet të gjithë të jenë të lidhura mes veti si këtë çka po e shihni. Përndryshe, nuk ka bereqet. Çka u bë tani në botë? Çka u bë tani në botë? Mes këtyre sistemeve, po, sociale, shëndetësore, industriale, tregtare, e tjera, po, edukative arsimore, kanë filluar tani këto sistemet më qa, mes veti. Do thot ato llagerat që i përmenda falni se shqip nuk po di, s'm kujtohet tani me përdor, po s'm ka rënë mend gjatë përgatitjes, po këtu tash kanë filluar ato, do të thot nuk mos po funksionon mirë. Edhe këtu tash po njihet zhurma. Po njihet do të thot jo realiteti, jo forca. Po njihet çka përderdhja. E tash, çka po bën tash? Çka kërkohet tash kur makina nuk hec mirë, do të thonë motori një makine nuk hec mirë po. Aty kanë shu diçka një problem. Po duhet më mundu me fiksu tani qatë problem. Po atë problem me fiksu nuk bën bëdëm këtyre problemeve tjera, këtyre sistemeve tjera, pjesëve tjera. Kështu është 100% qysh funksionojnë ajetet kuranore, po kur flasin për familjen, për moralin, për shtetin, për ekonomin, për bizneset. A për shifni që ka bëhë tani në botë, sa zullumin të bëhë tani për këtë, më thëmë, që regullim të sistemit, sistemi kryesor s'po funksionon mirë, edhe subsistemet e vogla s'po funksionojnë mirë ata, po përjashtim nga puna, po mbytje njerëzish, humbje e kompanive, kamatat, tjerat, do thëtë, stresi madh, probleme familjare, do më thonë, probleme shtetërore, buxheti i shtetëror, i përgjithshëm i shtetit nuk po është në nivel. Pse? Shifni të thëtë se këtu nuk këtë të funksionu mirë mes vetë. Ky sistem që ka ministri ekonomik, e le thënë ministrin politik. Apo, po, ky ministri do më thënë, i gjendje sociale, apo shëndetësore, pe lufton ministrin në punët brendshme. Ky ministri punët brendshme pe lufton ministrin e çështjeve familjare apo publike. Kështu nuk funksionon. Kështu nuk shkon bereqet. Kështu nuk ka bereqet. Këtu shifet është bereqeti, do më thonë, obligimi kuranor duhet që forca madhe këtu më respektu. Dhe thot, kjo pjesa këti motore që e lunë roli më të madhe, që i lëviz pjesë tjerë, këtu të me pasë më të forcë më të madhe, e kryetari, po, apo kryeministri, po, i zgjedhur, me pëlqimin e popullit, po, përderisa është në rrugë të Allahu xhaleshanu, përderisa është në rrugë të drejtë, duhet ta përkrahim, deri në ato momente kur nuk del diçka me gjonën që kundërshton Zotin e kundërshton edhe betimin e tij apo edhe interesin e popullit, atëherë s'ka respekt, përndryshe duhet të respektohet dhe të ruhet kjo forcë e këtij pjese, apo kësaj pjese. Para 2-3 ditë peshonin një program dokumentar do thotë the giant machines, ato makinat e mëdha që gropojnë miniera në Greqi, në Gjermani, në botë ka mos, do thotë me 450.000 tona, lloj pjesa është rritur atë gjithë vitin 24 orë nuk nalën duke bashkëpunuar, duke nxjerrë dhe minerale, edhe duke punu, sa koordinim. E të në mirësht, po, ka krizë, kanë fillu me krizë këto me zveti, këto pjesë, e këti motorit, mekanizmat e shtetit, e tani, po fillon tani edhe populli me vajtua. Populli me vajtua. Na jemi, do të plaga, na jemi, do të thëtë rezultati, na jemi, do të thënë, çka do të pagojnë faturën. Prandaj duhet më rikthye koordinimi mes këtyre pjesëve çka e shihni. Nëpërmjet tyre, do të thënë veprave, çka do të shihni tani të përulemi, Allah ka thënë përuleni, ndaloni. Duke e përhap kulturën e veprave të mira, dorës të mirë, do të thënë të jemi bujar, të jemi dorëdhënës, mos të jemi egoist, po ta gëzojmë të tjetrin, të qohemi të gjithë të mobilizohemi së bashku në këmbë, që të gëzojmë të gjithë familjet, të gjithë të papunësuarit, të gjithë ata cilët janë gjendje sociale, të gjithë ata që janë në pension, po dhe të bashkohemi. Kjo është mesazhi kuranor. Këto janë ato alternativat kuranore që na thret neve në kohën, që na thrasin neve në kohën e krizave, si të dilet përpara. Prandaj sistemet njerëzore, filozofike, sa që kanë bunu, sa banka janë bankruptuar, do të thotë kanë kapitullu, sa qeveri kanë kapitullu,
dhe sa biznesmen kanë kapitullu, dhe kanë hu, po çka kuj mos koordinimit, çka kuj mos respekti këtyre gjanave. Prandaj, në fund, si dalën nga krizat, si shoqëria mund të gëzohet, po kur funksionon të gjithë së bashku si një trup. Mekanizmat. Po, harmonia, dashuria, respekti dhe luftimi i egos dhe i interesave personale. E lusim Allahun xhaleshanu, neve më na dhënë një kokë më të mirë me kuptuar realitetin dhe alternativën koranore në këtë emision të rrëqetshëm Jeta me Koran se si me dal nga kriza. Përndryshe, kemi me vazhdu qështu, kemi me hek, kemi me vajtu, kemi me mu stresua, kemi me rënë depresion, kanë më shtu krimet, kanë më shtu do të thotë edhe dhuna familjare, o CNN i dje për të lajmet, o shtu o nivelli dhunës në Amerikë, brenda këtyre ditëve që janë në mshelur në përshtëpi. O shtu o numri dhunës. Pse? Koordinim, bashkëpunim, harmoni. Pra ati nuk po ka trunin, nuk po dënë me lodhë për një zgjidhje. Ju falenderoj për ndëgjim, ju falenderoj për respektin, Allahu na shpëtoft, Allahu na nxjerr nga kriza, Allahu inshallah xhaleshanu nuk na sprovon me dënime të rënda dhe inshallah na mëshiron në këtë muaj të shenjtë të bereqetit, që inshallah para ardhjes Ramazanit çdo gjë rregullohet dhe fillojmë muajin e Ramazanit me bereqet, me rahati, me gëzim dhe stërmbushin xhamiat, stërmbushin teravit, iftaret, Allahu ka punë. Ju falenderoj për nderin dhe respektin, për sonte me kaq po përfundoj. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja 2-3 pyetje moderatu, mund me marr shkurt. Po. Dhe inshallah ja unash. Amin. Faleminderit. Faleminderit. Po, pra, të ndëruar dëgjues, pra kemi ndjekur 3 pjesë të programit dhe për mos të zgjatur shumë njerë do të kalojmë tek pyetjet tuaja. Unë kam tentuar që gjatë kësaj kohe të përzgjedh ato pyetje që kam menduar që pak a shumë mund të përshtaten tek tema që po flasim sonte. Thot pyetja e parë, doktor, përshëndetje juve në studio dhe doktorin, deshta të pyes doktorin, a është kjo si pasojë e dënimit që po merr popullin në mbar botën, apo kjo është thjesht një sëmundje dhe nuk ka të bëjë kurrë me dënimin e Allahut ndaj nesh? Jo, dënim. Kemi komentimin tonë dënim, me thonë s'ka shqybe këtu hiç, nuk ka dyshim, anën tjetër edhe mos harrim konspiracione tjera edhe plane tjera, superfuqit me zveti që ka bëjnë shtetet tjera, luftrat biologjike, luftrat ekonomike, luftrat politike, interesat e mëdha, këtu pazarllëqet mëdha janë të shef. Ma vonë do t'i shohim në shesh interesat atyre cilët kanë bërë pazar në këtë lloj. Ma vonë do dalin shesh, se nuk zgjat çështu. Po ma vonë, kur shqetësohet situata, kemi me pa të gjithë se kush ka pas interes në këtë. Prandaj kjo në dënim, edhe mali do të thonë manipulim, konspiracion, dy jetë të futën. Po. Pyetja radhës që vjen thotë përshëndetje juve dhe përshëndes po ashtu doktorin dhe falenderoj për emisionin që po e realizon dhe njëkohësisht e falenderoj për pjesëmarrjen e tij edhe pse nuk po duket që është në gjendje të mirë shumë shëndetësore, prandaj e falenderoj 2 herë. Thotë desha të pyes doktorin si popull po na jipen shumë këshilla mjekësore dhe shumë vërejtje e rekomandime se si të veprojmë në këtë situatë. Çka duhet bën një besimtar edhe një qytetar i thjeshtë? A duhet ti dëgjoj edhe nëse mendon që nganjëherë disa prej këshillave që jipen, për shembull një prej tyre të mos dalim jashtë, ka të bëj nganjëherë edhe me probleme të tjera që na krijon shëndetësore, domethënë qëndrimi brenda na shkakton probleme me smundje të tjera që mund na shfaqen. Duhet respektohen vendimet e shtetit, qeverisë, institucioneve, nuk mund me i thyj ata. Njëtën kohë, duke respektuar ata, edhe duhet t'i qëjmë ka qielli, ka njëherë raste, nevojë njerëzim, ndalim edhe jashtë, edhe marrim ajër të pastër, po jo me qëllim të thyrjes së urdhrave, jo me qëllim të kundërshtimit apo rebelimit, po me qëllim që
freskimit pak edhe një relaksimit të shkurtër. Prandaj, patjetër të respektojmë, patjetër të çojmë duart lart, ka Allahu xhaleshanuhu, po edhe dalin ndonjëherë kur na lejohet ajo kohë, e kanë është drejtë jona personale, psiqike, shëndetësore dhe bashkë me sfidë të pika. Bashkë. Mirë, doktor, këto ishin pyetjet që i përzgjodha parafërsisht që shkonin pak a shumë në vim me temën. Nëse kemi ndonjë mesazh porosi për fund të këtij programi, mund ta bëjmë dhe do të shkojmë gradualisht në mbyllje të këtij transmeti. Fillojmë në kujdesin e Allahut, pres nga populli, nga dëgjuesit, interaktim. Nuk po ka interesim shumë si për shifet edhe emisione, pa duhet edhe reklama ta bëj atë rolin e tij, se duhet pak populli mu interaktu këto emisione, këto debata aktuale. Po i përcjell, jemi intelektual, shumë i përcjell debatet në gjuhë të ndryshme, mirë ku ka njëherë dalin në media tona, bindu debatet kota, do bisedat kota më artë të tëra, po është koha tani që këto emisione akademike, shkencore, të mirë përgatitura shkencërisht, po të dalin në shesh, të rritë diskutohen, na i mirë presim kritikat, po na i mirë presim do thot, më thonë në mendimet tjera, të janë disa të me thënë alternativa tona personale, po fetare, akademike, që i përjetojmë këtë gjanat, se si të dalim nga kriza. Prandaj i mirë presim kritikat, po kjo do të thotë për momentin njerë nuk ka shumë interesim të madhe dhe për tjerëve, se ndoshta edhe në populli monoton. Mirë, po jem optimistik, inshallah, vjen koha, kur dikush do të analizon këtë edhe ja është hajrin, nëse jemi gjallë, vin kritikat, nëse jo, atë inshallah që jemi në xhenet. Ju falenderoj për sonte. Po ju lënë kujdesin e Zotërishanuhu, dhe mos na harroni prej lutjeve. Selamun aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam, faleminderit shumë edhe një herë doktor për kohën tuaj të sotme që na kushtuat në këtë transmetim. Dash Zoti që natën e mirë moderator, faleminderit edhe ju. Faleminderit. Dash Zoti që javën e ardhshme të takohemi me shëndet të plotë dhe dash Zoti inshallah i madhi Allah ju shëron. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni Jeta me Kur'an dhe ishim së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha. Ishte ky emision të cilin e realizuam nga studio në Prishtinë së bashku me doktorin. Prandaj, duke ju falemderuar për kohën tuaj që ndatmeni, duke ju falemderuar për pjesëmarrjen tuaj në program që sonte e bët me pyetjet tuaja. Ju përshëndes unë Avni Lugiqi që ishan në drejtim të këtij programi bashkë me, do thot në bashkë drejtim pra me doktor Hafiz Hajreddin Hoxha. Ju ftoj të merrni pjesë edhe në emisionet tjera. Sigurisht ju ftoj po ashtu që t'i bëni shpërndarje këtyre emisioneve sa më shumë që është e mundur, sepse janë të dobishme dhe janë të rëndësishme. Sigurisht që po punohet në mënyrë akademike nga doktori për të qenë emisionet sa më kualitative dhe rrjedhimisht kualiteti i tyre të ju jep juve një qartësi sa më të mire dhe sa më të madhe të krejt këtyre temave të cilat ne po i trajtojmë. Prandaj, këtu po përmbyll këtë transmetim duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, kohën tuaj dhe gjithë angazhimin tuaj që patët në këtë program. Deri në takimin ton tjetër, në emër të stafit radios Dituria Islame, ju përshëndes duke ju dëshiruar një natë të mirë, gjumë të ëmbël nesër, një ditë të mbarë suksesshme e deri në takimin ton tjetër, besni në mëshirën e të madhit Zot. Natën e mirë.